Mirë se erdhët në rubrikën Bota në 5 minuta. Në mesin e tensioneve me Iranin dhe me Rusin, dy frontet të hapura lufte, Aleanca Euro-Atlantike është vënë nën alarm pasi një person e dyshuar si spiune ka vendosur në lëvizje të gjithë Aleancën Euro-Atlantike me dyshimin se ajo mund të ketë marrë informacione të ndjeshme të rëndësishme për një tjetër shtet, ndoshta mund të jetë Kina, ndoshta mund të jetë Irani, por ndoshta mund të jetë edhe Rusia, por dyshimet janë duke u rritur në një kohë kur edhe inteligjenca artificiale apo dhe informacione të marra në rrjete përbëjnë një tjetër armë të luftës hibride. Një praktikante kanadeze në fakt në bazën më të lartë ushtarake të NATO-s është akuzuar pikërisht për spionazh për një fuqi të huaj. Dhe rasti ka nxjerrë në pa pyetje të mëdha mbi ndërhyrjen e huaj në një nga selit më të rëndësishme të Aleancës Euro-Atlantike. Rrjeti televiziv kanadez raportoi se këtij individi i është muar tashmë liria me kush gjatë një seance të zhvilluar. Megjithatë, incidenti lëm një mori pyetjesh pa përgjigje. Më e rëndësishmja se si një i dyshuar si spion arriti të hynte në Belgjik, një vend i Beneluxit, që ka pritur selinë e NATO-s për gati 6 dekada dhe të mbritë informacione në emër të një fuqie të huaj. Euronews është përpjekur të shpjegojë disa nga çështjet ligjore, çfarë është në rrezik dhe kush mund të jetë përgjegjës për këtë rast të rënd. Autoritetet belge nuk e kanë identifikuar publikisht vendin për të cilin dyshohet se spionoi ky individ, por kanë konfirmuar se ai është një shtetase kanadeze me origjinë kineze dhe u arrestua me dyshimin për një spionazh në emër të një vendi të tretë. Në vitin 2021, antarët e 32 vendeve anëtare të NATO-s, që përfshin edhe Kanadan, e përshkroi zyrtarisht Kinës si një sfidë sigurie së bashku me Rusinë dhe kërcënimet që burojnë nga lindja e mesme. Në ato kohë, NATO akuzoi Pekinin se po punonte për të minuar rendin ndërkombëtar të bazuar në rregulla dhe ngriti shqetësime në lidhje me zgjerimin e shpejtë të arsenalit bërthamor të Kinës. Pekini ja hodhi poshtë karakterizimin duke argumentuar se zhvillimi i saj ushtarak ishte mbrojtës. Ndërkohë që ende nuk dihet se me këtë dyshohet se ka punuar shtetësia kineze. Spionazhi në NATO në fakt nuk është një fenomen i ri. Në vitin 2020, një oficer i lartë i ushtrisë franceze u hetua për shkelje të sigurisë të dyshuar, ndërsa ishte i stacionuar në një bazë të NATO-s pikërisht në Itali. Por gjatë këtyre kohëve kemi patur edhe dyshime të forta pa akuza të forta nga agjencitë e inteligjencës, si kundër për shembull në Britani, ku zyrtarë të lartë janë paralajmëruar se mund të vendosen her pas here target të hakerave kinez apo edhe rus. Por çfarë fshihet pas kësaj shtetësie kanadeze me origjinë kineze, e cila arriti të hyjë në Bruksel? Pas dyshimeve të cilat u ngritën, policia ka bastisur banesën e këtij individi, ndërsa ajo është duke u përballur me 2 akuza. Së pari për spionazh të dyshuar në emër të një vendi të tretë dhe së dyti për pjesëmarrje në një organizatë kriminale. Agjencia e lajmeve Reuters, duke cituar dhe një burim sigurie, tha se ky person njihet me emrin si Claire Z. Raportohet se është një grua rreth të 30-tave dhe që ka punuar në departamentin e IT-s të Shqip dhe është afër përfundimit të stazhit të saj. E kaluara e saj ka ngritur pyetje rreth mënyrës se si sistemi i stazhit të NATO-s verifikon njerëzit që hyjnë në një nga objektet më të rëndësishme strategjike të Aleancës. Dhe një zëdhënës i Shqip i tha Euronews se nuk ka asnjë tregues se aktiviteti i dyshuar i spionazhit ka prishur makineritë ushtarake të NATO-s. Megjithatë, alarmi mbetet i lartë nëse ky person ka arritur të vjedhë edhe informacione të rëndësishme, të cilat mund të ketë bëjnë me sigurinë dhe mbrojtjen e Aleancës Euro-Atlantike. Në pjesën e dytë të emisionit do të ndalemi tek turizmi veror, i cili tashmë është në kulimin e tij. Aktualisht industria e turizmit është duke u përballur me një nga periudhat më të vështira për shkak të çmimeve të karburantit, të cilat janë pasojë e luftës që është duke u zhvilluar në Iran. Por megjithatë, edhe në këto kushte, kontinenti i Evropës është duke ja dalë disim. Gjetjet e fundit tregojnë se kontinenti ynë mbetet i qëndrueshëm dhe vazhdon të mbahet mirë në përgjithësi, me trafikun e pasagjerëve që është rritur me 2.3%, si dhe me mbushjen e hoteleve që është rritur me 2% nga muaj maj 2025 dhe në prill të vitit 2026, krahasuar me një vit më parë. Europa mbetet rajoni më i madh destinacioni turistik në Europë, duke mirëpritur më shumë se 130 milion turistë ndërkombëtar në 3 muajin e parë të vitit 2026. Por ku janë turistët duke udhëtuar më shumë? Spanja dominon si destinacioni më i kërkuar dhe më i rezervuar në Europë. Megjithatë, edhe Çekia u rendit në vendin e parë si destinacioni i rezervuar në rritjen më të shpejtë midis tregjeve kryesore të Europës, me një rritje vjetore prej 18%, pastaj qëndron Islanda me 11%. Vendi gjithashtu renditet lart midis destinacioneve më të kërkuara brenda Europës qendrore dhe lindore, dhe zënja e hoteleve është rritur në më shumë se 60%.
Destinacionet të tjera përfshirë Islandën dhe Danimarkën po regjistrojnë gjithashtu rritjen më të fortë midis 3 destinacioneve më të rezervuara të kontinentit. Sipas këtij raporti, kjo sinjalizon një oreks të fortë midis udhëtarëve për pushime të pasura kulturore në qytete dhe udhëtime të udhëhequra nga natyra në Europën Veriore dhe Qendrore, duke treguar dhe një zhvendosje nga ajo që quhet fuqi tradicionale e turizmit. Të dhënat e rezervimeve tregojnë gjithashtu se udhëtarët janë në kërkim të destinacioneve që ofrojnë përvoja të dallueshme së bashku me ekuilibrin sezonal. Ndërkohë, Uzbekistani dhe Taxhikistani dolën si destinacione që të roqën më shumë vëmendjen e udhëtarëve në internet, me kërkimet për të dyja vendet që u rritën me 64%. Rritja e fortë e kërkimit erdhi gjithashtu edhe për Zvicrën 36%, për Suedin, Danimarkën, Irlandën, Belgjikën dhe Norvegjin. Mbërritjet në Europën njëgore dhe në mesdhetare gjatë korrikut dhe gushtit do të arrijë një kulm prej gati 70 milion vizitorësh. Raporti gjithashtu zbuloi se udhëtarët po i rezervojnë pushimet e tyre shumë kohë më parë. Më shumë se gjysma e rezervimeve, rreth 53% në rajonin Gor dhe mesdhetar, bëhen të paktën një muaj përpara nisjes. Por kushtos se ndërsa plakësh është zbet edhe dëshira për të udhëtuar. Shifrat tregojnë diçka krendryshe. Në të gjithë Europën, të rriturit e moshës 46 dhe në 65 vjeç deri më tani përbëjnë afërsisht 30% të kërkesës për udhëtime në të gjithë kontinentin, që është demografia edhe më e madhe udhëtarëve sipas moshës. Pavarësisht frontave të luftës, me sa duket Europa vijon të mbetet destinacioni kryesor për të gjithë turistët. Një ndihmë kjo që mund të ndihmojë ekonominë e kontinentit, por po ashtu edhe me shpresën se fundi i luftës do t'i jap fund të gjithë frikës që udhëtarët mund të kenë për të vizituar vende të ndryshme.